Jo besimtarit nuk ban me paraprit ti me selam. Me thonë jo besimtarit, edin që është jo besimtar, me thonë assalamu alaikum nuk ban. Këta nuk ka asni musliman dyshim. Ta shpytja është në qovë se ajt thot ty assalamu alaikum, mas miri i thu wa alaikum, ose alaikum. Këtu e në dy format, wa alaikum, ose alaikum, ama jo wa alaikum salam. Salam e hjek, i thu veç wa alaikum. Kjo është forma më e mirë. Por shkak se ndodhet që ka mundësi ai në selamin e tina që ta thot ty me pështjell. Kështu që në sigur të një i thua aleikum. Mirë po në qofë se e njën taman qartë që të ka thonë assalamu aleikum, qysh e thojnë musliman që shumë rrallë e njën kështu. Por shkak se ndodhet që ka njerë e thojnë po pështjellin shumë. Kështu që e len i kthen veç wa aleikum. Kjo ndodhet në Evropë shumë shpesh për shkak se ka një edhe të thojnë, po dhe në venet tona, ka njerë që s'janë musliman, mi po selamin e kanë mësu për i muslimanve dhe të thojnë. Atëre, këtheja mas mirë i thuj, wa aleikum. Kështu nga ka mësu Muhammedi alaihi sallam. Po shkak se në ta është emri Allahot o musliman, emri Allahot nuk i thuhet jo besimtarit, ata e fynë Allahun azugjel, e shajnë Allahun azugjel, e ti ja thu, nuk kine bojmë ja thonë. Por fund po thona, në qovë se një jo besimtar, të ka thonë qartas, assalamu alaikum, edhe ja ke këthy, wa alaikumus salam, Allah në falë, ka prej njerëzve që thujnë ban, ama në sigur të një i thu, wa alaikum. Do më thonë, e hjek veç selamin. Kjo është forma me mirë që ki mundësi me ja këthy. Edhe e fundit krejt, mos i parapri ti me selam. Jo këta, me parapri ti atina me selam, jo. Nuk po folëm me përshëndetje normale, për shembull, në qoftë se ti jeton me një vend ku ka jo besimtar, edhe beson, edhe shpreson që nëse i paraprin me përshëndetje si për shembull mirëmëngjesi, mirëmbrëma, kjo ka mundësi me kallëzu moralin tanë të mirë të muslimanit, edhe ka mundësi që kjo më bësh shkak që ai me pranu islamin, ose spaku mos me menu keq për musliman, për shkak se ti po sillesh mirë, atëre e ban. Më në qovë se as nuk tutesh prej tina, as nuk i kur far rreziki, edhe e ke pa që s'pi kryen punë në qovë se sillesh mirë me ta, atëre nuk ki nevojë me i parapri me asnjë përshëndetje. Për shkak se kjo ka njerë ka mundësi me ngjall ata dhe më bësh shkak që ai me pranu islamin. Tash dikush ka mundësi me thonë çështo jeni ju muslimant. Jo besimtarët hesab si bani. Nga tash, në kapitullin e parë, është një dua që na ka mësua Allahu Azugjel neve, e na duhet me thonë në çdo sale. Ajo është o zona në rrugën e drejtë. Na lutmi për veti, për familjet tona, është doaja më e shpeshtë. Që doa lejohet me ba na dhe për jo besimtar. Për shkak thojna Allah ju zov në rrugën e drejtë. Allah të zov qysh lutmi për veti. Domethënë, nuk ka që na ja u dojna të keqen, na ja u dojna uzimin, qysh e dojna për veti uzimin. O doaja më e shtrejt për neve është o zona në rrugën e drejtë, edhe gjaja më e shtrejt për neve është uzimin në rrugën e drejtë. E për ta lutmi për veti dhe lejohet më lut për ata. Ama selamin jo, selamin e kem veç për besimtar. E lusim Allahun Azugjel më na ruajt e më na bëj prej muslimanëve të mirë.